Tani po shkojmë në Miyajima, është dita ime 9 në Japoni. Dhe në Miyajima mua Diego më ka thënë që ka disa drerë që do na attackin kur të kemi snacks me vete. Kështu që do mundohemi që mos kemi snacks me vete, por unë kam shumë dëshirë që të kem një snack që t'ja jap atyre. Mom put a snack in my pocket. Really? In my jacket? Really? She said that twice? Mom! Diego një sekundë se këta të shkretit po vuajnë për një parkim. Ti lëm rehat? E disa qefësht kur jenë mbrapa makinës edhe nuk duhet mendosh asë edhe një gjë fare. Thjesht njerëzit që janë para duhet mendojnë për ku do shkosh, parkimin që do gjesh. A mua më pëlqen shumë kjo jetë, është jetë e thjesht. Lamo zotë roj. Jo, jemi në Tokyo, vlla. We're in Hiroshima. Jo, jemi në Tokyo. This is Hiroshima. Kjo është Hiroshima? Yes. Jo. Are you serious? Yes. No, you're joking. Tokyo's very far. Diego po tallet, a ino? No, this is Hiroshima. This is Hiroshima? Yes. Nuk je brenda në qytet, po je në Tiranë. Shishi. Tokyo is 9 hours away. I know I thought you were joking, so I was joking more, but never mind. Tani, çfarë ndodh në Japoni në prill është që lindin cherry blossoms edhe njerëzit turistat bën kështu për cherry blossoms. Gjetën parkim edhe çdo gjë është super busy. They just found The whole night. Hello. Tell me something. Ne do shkojmë të rrim me ca drer Aha. dhe pastaj do shkojmë të shikojmë ca monkeys. Aha. Monkeys. Yes, monkeys. You have a camera in front of you, woman. It's different when I take Oh, chocolate. we're going. I don't Ka shumë njerëz, po. Jemi në Miyajima. Si po ndjem unë tani si kur jam nga këtu Miyajima. E po këtë radhë në këtë pyet, e mbajta mend. Edhe morëm 2 teleferik për të ardhur këtu, por është shumë busy, ka shumë turista, por është shumë bukur, nuk ke çfarë të thuash. Tu se sa kemë zemra? Sa kemë tu se lëpuruse? Sa ke? Why are you so cute? Oh, careful. Careful. Qa fucker ishte ky muhabet që bëm tani? Nuk e di. Nuk e di se. Zemra, I believe që ne jemi 2 ADHD people. Edhe thjesht flasim edhe vemi nga një conversation. Po, në një conversation. And it flows, you know why? Because we are both. It's like, po ti flasun. Po, we had to the conversation. Po, Nobody we gets just, mad. yep, just make it nice and cool. Yeah. Oh, shikoni o njerëz. Të bëj si ai që shkon nëpër vende. Si ka emër? He's awesome, actually. I like him. Fevziu. Blendi Fevziu. He's awesome. Të dashur miq. Jemi këtu në Japoni. Këta të shkretën e kemi marrë, kemi zbarë. Kemi marrë për zhelësh. Jemi shumë e mirë. Tani këta po mbajnë radhën për qa? Kjo është radha për të ikur? Se ja bën vetes këta në më zemre. Qa monkeys pëmne? If you guys didn't We were walking. We didn't stop. you stopped. We were walking with Anna. You guys stopped lots of times and you were way back. Jo më shpirti, nuk ndaluan. You guys were way back. Nuk ndaluan fare. No, we didn't stop. We were walking with Anna, and it's hard walking with Anna. Why didn't you pick her up? Honestly, Diego, she wanted to walk, man, and I just wanted to let her walk. Wow. Sa bukur. This looks gorgeous. Look, I'm gonna do eci poshtë pemëve. Edhe këto pemët që janë pink pemët, këto dritat që janë pink, so cute.
Nuk janë ndezur akoma, se është akoma shumë bright, që ja edhe drerat aty dhe këta drerat ty të attackin kur ke snacks. Shiko se sa mirë është për fëmijët në Japoni. Do me thënë nuk e di, një luks. Boom, shisa mirë. Edhe shisa e madhe që është edhe i këtë gjitha gjërat që të duan. Unë sikur po i bëj reklam Japoni, sikur po më paguan Japonia mu. Unë jam hajde në Japoni. Jo, se kam thënë hajde në Japoni. Thjesht po tregoj. Ina, I'm living in what? Oh, in over 5 ditë. Ka në marrë të mërkurë e inte një gjuna. Apo të një të prendë. Jo, të inte. E nga ngelur 3 ditë bashk. Qa në të është një gjë? Interesante. E vërtet. That's all. Period. Period. Shumë e vërtet, unë do vi prapë. Disa gjëra që do bëjmë ndryshe nga këtë radhë, është që do bëjmë një aksion. Unë prapë kënaqa shumë. Zemra po pra, se ti okay. Do shikosh prapë. Lodhesh. Duhet ta shijosh një çik, se po dole kështu vetëm me bë gjëra lodhesh. Edhe mua më pëlqen të shkoj në një vend edhe të rinë në shtëpi një çik. Po, të jetosh atë jetën. Të jetoj jetën. Ashtu më pëlqen dhe e shijoj një vend. Por mua më shijojnë shumë banjot japoneze. Sepse për këtë punë janë shumë të mirë. Janë shumë të pastër, janë të ngrohta kur ulesh. Janë jo, po ti, they're very child friendly. Janë Nuk se ke shumë fëmijë child këtu friendly. kënaqen se i kanë të gjitha për fëmijët. Gjithçka. Like do me ndru fëmin. Aty e ke dhe të pastër, e ke të mirë, me vërtet. kushin. Po. Unë humba çantën, e gjetëm direkt të pa prekur fare. Po, exactly. Shumë. Ej, shi sa bukur. Jo vetëm këtej bukur, por shi sa bukur andej. Wow, that looks beautiful. Wow. Shi sa bukur këtej, këtu ka më shumë cherry blossoms. Edhe, wow, prit shi sa bukur. Wow, that's crazy. Do njërë unë harë. Yeah. Are you trying It was hot. It was something hot. No. Oh, yeah. Photo in the thing. That was a good one, right? What was that? You gotta get Ice cream with coffee, delicious. And we got 2 lemonades. How is it? Oh, pop. So you need to stir it first, because all the lemonade is at the end, obviously. Can you help me stir? Yeah. Okay, yours is perfectly fine now. There you go. Oh, hell no. Why is it very clear? Coming from which country? Which country? Albania. 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 Hi there. Hi there. Oh, he heard you say it. The deer. That deer started twitching when he seen you. He was like, And the eye went like this. Come here. Oh, look how nice. Wow, it looks gorgeous.
Do hota. Ja, dhe kjo gjëja që ke famshme. Dilito, ma thuaj dhe njëherë emrin e kësaj. The floating Tory Gate. The what? The floating Tory Gate. The floating Tory Gate. Where's your mic? I'm recording with my phone now. The floating Tory Gate. Thank you so much. Po? Oh, yes. Let me try it. Oh, Anna. Oh, there you go. Give me some. Jello. Mmm. Jello is so good. It is full of tourists. Tell you. Dhe this trip comes to an end. U lodhëm shumë, por kaluam shumë bukur. Hëngrëm ushqim mirë. Nice. Ana is losing it. Nuk po, Ana duhet të flej, kështu që do shkojmë në shtëpi tani. Do qetësohemi. Po vemi shumë, po dhe do flem gjumë. Do ta ndash një me mua se unë e ëndra time. You can take a spoon. You're gonna eat my dinner? Or you... That's your dinner? That's gonna be my dinner tonight. Yes. The floating Tory Gate is actually the old Tory Gate. Really? Yeah. Hey, do you know, in the Egyptians, Diego, in the Egyptians, they believe the most significant thing was die. But just Diego came to me with a random fact, so I'm like, double it and give it to the other. Ja, kështu janë banjot alla turke, apo alla frende. Alla turke apo alla frende. Ja, rëgëshirë në ka latruri fare. Unë probably këta I kam shkatruar se këte I rekordo me kamerën për YouTube-in, këte I rekordo me kamerën, e kupton ti? Do një biberon. Shtyja. Baby, tuj baby. Very nice. Digo, ma I këtave njërë unë. Wow. Unë edhe e retulloj. Kështu po. Tani jam me Inën për një spa day në Japoni. Edhe çdo gjë është e menduar aq mirë. I hoqa këpucët dhe I vura, më thanë ti vija aty. Më thanë zhvishu dhe larje rrobat këtu. Më thanë ti palosja, po unë nuk I palosa. Pastaj më thanë, me tu zhveshur do ulesh te ky stoli, më thanë. Pastaj erdhi një gocë dhe më solli këtë bucket me ujë edhe tha, kjo është për të larë këmbët dhe çfarë do bësh kur ti fusush këmbën do ti çosh lart kështu, do ti bësh kështu që të pastrohen. Dhe ndërkohë uji është I ngrëlt edhe me sapun dhe unë po përgatitem për span. Do bëjmë një full body massage që unë me zi po pres dhe shtuam edhe një masazh koke. Tani jam super excited for that one. Po çdo gjë është kaq e pastër, Ina është tek perdja tjetër, është mbrapa. So nice. Oh, edhe në qoftë se nuk e ke vënë akoma re, unë mua më janë shtuar 1-2 puthra të tjera dhe më kanë dalë kastile për videot e mia në Japoni, që t'i mbaj mend gjithmonë që ishin me mua në udhëtimin tim. Shoh me shoqet e mia. Do t'i bëj emra. Kjo këtu është Klitemnestra. Por besides that, I'm a little bit sad se do iki. Sot është dita e fundit. Edhe nesër do nisem për Tokyo. Edhe jam pak fare e mërzitur, por do më kaloj. Ina, how was the massage for you? Ishte shumë. Flas më anglisht apo shqip? Fol çfarë doj të kokërraj shefit. Masazhi zemra ishte top notch. Top notch. It was very good. Çfarë të pëlqeu shumë? I loved the back massage. Aha.
I loved the head massage. Po. I loved how delicate they were. I loved how like Ua si të thoughtful. prekni ato kështu. Po ta vinin në të lotion Halvini. Unë isha beje më fort, me it's okay, beje. Po fillon duke masazh në të like my lower back. Po shkonin all the way. All the way. Jo Po. vetëm aty në mes. Edhe si qa po preknin ca key Po pra. points. Oh, it was like wow, that's my favorite. Wow. Right? Qa më bëri shumë përshtypje është që si për gjurit nuk vajton. Unë atë doja. Unë doja të kofsha. Dhe më thënë si për gjurit edhe larga, edhe që clothes. Nothing. No, they don't touch that. But I understand why. And then America, okay, nuk e bëj atë. Nuk të prekin aty? No. I mean your thigh, po, më shumë. Po pra. Po ato si për gjurit s'kishte shan. Ajo filloi duke masazhu atë gjurin. Kupën e gjurit. Okay. Overall, it was great. Overall, they're very thoughtful here. Very Atlanta. thoughtful. They're nice. Edhe për atë që paguan e merr mbrapsht. Janë edhe të mira, janë të sjellshme, janë nuk e di, the way they touched you was nice. Se tipo masazhin në vende të tjera, pa do të marrin kështu, ta plasin atë vajin atë. Si do të hapin petë. A little abuse. Yeah. Kurse tek këto ishin, La. nuk ka ti nxori gjumin. E mua më zurit të kurrizi. Në momentin kur po më bënte kurrizi, nika unë. Jo, unë po e shijoja aq shumë atë pjesën tek my lower back. It was amazing. Oh my god. Tani jemi tek Chili's. Edhe këto ushqimet këtu, nene mo, i kuptoj unë tani pse amerikanët janë të shëndoshur aq shumë, janë shumë të mira, janë shumë të mira. Janë shumë të mëdha. Ua, erdhëm në herën e parë këtu edhe morëm porcionin e morëm 2 porcione dhe i morëm të dyja nga kids menu. Erdhi menuja për fëmijë. Unë nuk e mbaroj dot, aq e madhe ishte. Nëse edhe nuk e mbaruam të dyja ato. Tani kemi marrë një chicken burger, kemi marrë edhe sa chicken tacos, edhe do t'i provojmë. Mezi po presim t'i provojmë. Unë kam marrë një Dr. Pepper, my favorite. Po s'kam pirë soda për një kohë shumë të gjatë, kështu që I'm allowed. Apo jo, Ino? Yes. Oh, Dr. Pepper is so good. Masazhi bëri 120, sa ishte 120 për person. 128. 128 për person. Edhe whole body. Whole body nuk ishte ajo, se nga gjurit e lartë nuk na prekën atë barku, nuk mi bëri masazh. Unë në Shqipëri mi bën masazh mua asaj Your intestines. my intestines, po. fusin dorën ma kështu. fusin, po. E fusin dorën tek barku, edhe unë të nesërmen jam shkoj në banjo. Kështu që këto whole body i thënë kanë krave, kurrizit. Mua as këtu nuk më bën masazh. Unë u çudita të drejtë. Nek nuk po bën masazh, vetëm që paguam për atë pjesën e Që paguam ekstra për kokën, po pra. Jo, shumë e çuditshme. Unë herës tjetër do të Kjo them I s'është want the full full body. body, do të them, do të exclude it, për të them my head is not part of my body. Po pra, Po my neck, mirë lere kokën, Mirë, nuk e se se do separated. Po paktën këtu, jo nek është part of the body. mi të lutem. Kjo është full body apo s'ka? Po pa ne, shku nga pozitive negative. Jo, nuk është negative, shikon ne po themi, unë u çudita për veten time që mua nuk më bën masazh Se jemi mësuar në Shqipërinë on my enzime. thigh. Masazhet që të bëjnë në Shqipëri janë shumë të Që mira. na masazhet në Shqipëri janë edhe kur thua full body, ajo të futet te koka, te qafa. Po, të bëjnë tamam, ta bëjnë edhe tani që kanë ato Tajlandez. gocat e reja, jo vetëm tajlandezës, edhe shqiptarët. Unë s'kam bërë asnjëherë masazh me shqiptare. Jo, është njëra që bëra unë tek ajo goca ishte shumë e mirë. She was Are you amazing. serious? 100%. Like she was amazing. Like no joke. Oh wow. Do She shkoj was ta very provoj. good. You should. Jam You ban me should. lemri? No, but it was the Albanian girl. She didn't talk, which is usually what Po happens. çim po nuk Nuk flasim. flisë, është shumë e mirë, apo të masazhin shumë mirë, thonë, like, wherever she got trained. And I told her, I was like, wow, like, I'm impressed. Ka aty zemra, po është ndryshe në Shqipëri. Shqipëria ka shumë benefite shpirti. Edhe Japonia është shumë e mirë, po më ka marrë malli për Shqipërinë të vërtetën. Shpirt të ka marrë malli për Shqipërinë. Shumë. S'ka si Shqipëria. Kështu që ju që doni me ikë, më vjen keq. Zemra. Ikni, përvojni, jam dakord. Përvojni diku tjetër, por do ta shikoni që s'ka, nuk ka si vendi jo. Po zemra, po këta duan të ikin se
Miro ka 500.000 lekë. Po nuk ka. Zemra ka njerëz që po bëjnë më shumë lekë në Shqipëri. Është shumë e vërtetë, shumë e vërtetë. Shumë e vërtetë. Themi atë që është, ke edhe në Amerikë që paguajnë 50 orë. E Që vërtetë. lajn Pjata. Pjata, më kupton. Imagjino një njeri, thojmë, "Ai kam shumë natë Amerikën se pagesa minimale është kaq." Është Tani aq po mirë se aq po like kërkon. that's your value in the market. You cannot get mad. E kuptoj, po më vjen keq ty, e kupton, po jo të gjithë mund të jemi equal at the end of the day. Se my skills are different from your skills. Po, ti ndoshta ke punuar një çik më shumë se mua, edhe ke mësuar gjëra më shumë se mua, Ka edhe do njerëz bësh që më bëjnë shumë më se mua. shumë, pa, që bëjnë më shumë se mua. Unë nuk mund të bëj me nerva për atë, dhe them nuk më pëlqen një shtet i gjithë. E vërtet. Dhe korrupsion ka në çdo vend, se do vinë ca Po, komente. do vinë komente, do thonë jo vjedhje, jo kështu. Po edhe ata po të ishin në vendin e atyre, aq do vjedhnin me shpirt. Ngoj puna. We're human. Po, Ajo ka ekzistuar dhe do ekzistuar jemi gjithmonë, humans dhe dhe nuk jemi e- të jemi greedy. jemi shumë greedy and it sucks. Po. And I understand that disa njerëz get, you know, the bad end of the stick, and I get it. Po, And po. it's hard. But then Po zemra mua mu dha bad end of the stick. Ja, dhe ti ja dole. Unë ja dola. Jo, jo, jo. Po, ai që do. Ndër Verana ka aty në ty. Kush është Veronika? Your pimple. Oh, kjo është Klitemnestra. Mirë. Unë them Verana, më duket si një Verana ka. Të duket si Veronika? Okej, kjo është Veronika. Se del kështu, hello. Hae. Ke edhe njerëz që paguajnë shumë pak në Amerikë. Ti ke njerëz që janë pa shtëpi në Amerikë, zemra, Po, që jetojnë po, në rrugë. që janë në Amerikë. Unë mendoj që varet dhe nga mentaliteti i një njeriu. You know, unë shkova në Shqipëri dhe I made decent money. Ti zemra With nothing. with nothing. I didn't know anyone. You know, fillova dhe unë pagesa ime e parë në Shqipëri ishte 500.000 lekë ishte. Po. E pastaj e pashur Po dini. nuk është enough for my knowledge. Kupton, then I asked for more and then I did side jobs too. I bëra gjëra të ndryshme. Vetëm ajo, po ti edhe mësove më shumë, u rrite. I learned how to make websites. It was free. I learned on YouTube. Po gjitha gjërat free janë tani. You can learn anything. Kështu që varet se ç'a do. Për rinin, mua më vjen keq nëse ti rri me 500.000 lekë, se ti ke opportunities that are unlimited. Jo vetëm në Shqipëri, por në gjithë botën. Por nëse je në moshë, e kuptoj, it kind of sucks because you're not going to learn how to do the new stuff and they should be paid a little better. I get it, më kupton. Por në Shqipëri ke gjëra, like ke essentials që nuk i ke në shumë botën tjetër. Dhe plus je në vendin tënd, fundi. Okay, if we focus on problems, we're going to find shumë probleme në Shqipëri. Po. I'll focus on the positive. Po se ka shumë probleme në Shqipëri, o zemra se nuk është se nuk ekzistojnë. Nuk po them që Shqipëria është vendi më i mirë, edhe ti rri aty se ti është vendi më i mirë. Jo. Por ke pros dhe ke cons. Kështu që unë them, you know, if you want to leave, po shko përvoj diku, po nuk është më e lehtë në Amerikë, nuk është më e lehtë në Europë. Edhe aty punësh, po shkosh në punë, do shkatrohesh, do bësh çik më shumë lekë. Por do të ikin në për më shumë rent, do të ikin në për më shumë taksa, do të ikin në për më shumë health care, se do sumuresh ti, sa nuk je njëri që do duhet të rregullosh një dhëm, të këpusin edhe ande jo zemra, po disa njerëz mendojnë se do vjen andej edhe do bëjnë lekë dhe gjitha lekët do t'i fusin në xhep. Dhe plus ato njerëzit që vinë në Shqipëri për pushime, për holidays, nuk të tregojnë realitetin e një jete jashtë shteti. Unë kam jetuar në Amerikë, kam rritur në Amerikë. Amerika është shumë e mirë. Është shumë e mirë, nuk po them që është e keqe. Nuk para bën jetë. Ti punon, për ato 2 javë që do marrësh pushim, por nuk ka vlerë. Për mua ti bën çik më pak, po jetoj edhe ajo është, I don't know, man, Albania is nice. Është Go, nice. you drink your coffee, Ti mund nobody is shkosh në in your sallë. throat like you're late 5 minutes. E kupton njerëzit janë se po pi kafe dhe erba. Po pija një cigar, ata pi. And maybe that sucks a little, like for when you're in a hurry and you want to do stuff. Po është një jetë kështu, zemra, është më minimale, më bazike. Për mua. But that's how I view it. Pika është down south. You love it. Okay, you pay atë shezllonin aty, po pak nuk ma çadrën ka. O zemra, do ta marrësh çadrën ti aty Po. mes Miami Beach, përveç se if you're staying at the hotel, which is very nice, okay? Po. Po shumica e vendeve nuk i kanë ato shezllone. Po do ta marrësh me Do ta marrësh me vete. vete. Imagjino ti të ngresh çadër, ta marrësh. Nuk pëlqen ato shezllone. Po ne paguaj 30.000 lekë. Ta them tani, po të hiqen të gjitha shezllonet në të gjithë vijën bregdetare të Shqipërisë, shqiptarët do ankohen, do thonë vereni shezllone, po. Se nëse nuk ishte ashtu zemra, nëse nuk i donin, nuk do i pagonin.
Nuk do I pagone. Dhe të thonë të shkojmë taj plazhi që është pa le. Po, nuk po blej. We like the luxury, we like the Ne pëlqejmë të essentials. Ajo për mua është essential, më shkum plazhi Ajo me është. pas gatë. Po. 3 unë maj qadra me fëmijë tani, unë kam gjithë ato qadra. Po. Bibilina këte, jo po ushqim këtu, jo po një snack, jo po komandare. Ma edhe qadrën. Po jo me nuk du. E di. Ma pëlqen që muhabetet tona shkojnë nga masazhi në Japoni. Tek shëzonet. And with that, we have ended our TED Talk. Give me the money, give me diamonds, give me rubies, baby. I wanna do that. I wanna do Supreme. I wanna ride Shife dora ime, shife ushqimi. Do me thënë shikohet takos. Shive sa e madhe është tako. Asa dora ime. Se koga ime. Shikohet burgerin. Shikohet dorën. Jo. Shikohet dorën time. Do duket shumë e madhe në video. Në video Por nuk është duket shumë e shumë madhe. e madhe. Ja duhet ta kapësh kështu që ta wow. Thank you. Cheers orange. Sa energji të kishe pas kafe ta thashë? Është tjetër kjo zemë. Nuk është e njëjta. Nuk është e njëjta nga dia. Jo, janë dy sot. Po çfarë do jenë motra? Nuk di që unë çaj. Zemra, po na mirë në pjatë edhe ti këtë. Sa? Nuk e dua. Do ranch ke. Dua dimës. This is real ranch taco. Oh my god. I di çfarë zemra. I will never go live in America. Nuk e pa. E bëjnë mirë, është një mirë. It tastes really good. It's nice. It's very good. Oh yeah, you're right. Ranch good. Going wild. Wow, sa kohë kishte pa më shijuar ushqimi kaq shumë. Very unhealthy tacos, but very good. Just the fried chicken is unhealthy. It's literally the whole taco. Bam. Some ranch. Ooh. You boomerang. It's crazy how when we eat healthy, it's called dieting. Yeah, man. That is crazy. Like it's not dieting, just eating healthy. Më dukem kështu si njeri pa ngrënë. You're hungry. Kam ngrënë një herë në jetën time. Jo. Më dukem si ata fëmijët që mami nuk I laj që të shkon të hajnë fast food dhe por I laj një herë bëjnë kështu. Last day at Chili's. Tomorrow I leave. Po pse ma kujtove se ma zure në kry? Të tani. Unë e kisha haruar. Nuk do vish prapë, no? Ti buzi kur do vish më. I'm 99% full. So don't do it hash until you're 80% full. Po në te kalova atë 100%. Mos them që jam 100% full dhe në qik më shumë. Ashtu jam unë. Edhe një kafe aty në diell. Dhe një kafe po. Edhe ja, sollëm Shqipërinë nga Amerikë. Në Japoni. Japoni. E heq gocën nga Shqipëria, po nuk ishte Shqipëri nga goca. Unë gjën e parë që po kërkoja këtu ishte një kafe. Një kafe që të ulesh me ekspres. Po. Ua nuk bëjnë ekspres këtu. E bëjnë eksprese, po del ekspresi I dyuj. It's disgusting. Gjeta një very nice aesthetic coffee shop. Edhe I thash unë one espresso shop. Doli ai ekspresi si uj. Unë isha Përka. Unë doja të thoja, po, qa kafe është kjo, që edhe kishte një herë shumë të shpifur. Kur ika nga Shqipëria, piva vetëm një kafe të mirë. Qa atëherë? Kur? Ishte në Amerikë në një restorant italian.
Dhe unë pi kafe për ditë. Dhe tani unë jam në atë stad që unë po pi kafe me soy milk, se çfarë bëj? Më e dua kafe, po duhet t'i vim çik çumër se është nuk pihet Jo, shiko, ata ka një Nespresso në shtëpi. Ajo Nespresso shumë e mirë. e bën express. Po, ja, ajo e bën më mirë se këto që unë po paguaj, më kupton? Po thuash, pse nuk e pi në shtëpi? Po prit tani, si do e pish në shtëpi? Ti do të ulesh në lokal. Unë dua të ulem për jashtë, në tjera, të shikoj njerëz, të pi kafe me në njëri tjetër. S'ka. Deri që s'kam njerëz tjerë, përveç burri është në punë. Pastaj marr gocën. Ajo s'm flet fare. Ajo vetëm do cookies. Ai tjetri është dit. Ankohemi për jetën e Inës me Inën. Po. Që s'kam një njeri pi një kafe. Burri im se pëlqej kafe. Edhe me dash. Rëndësi ka që ai është shumë i mirë se ai e pi për këtë. Po, ai ullet e pi kafe. Ai thotë që mua nuk më pëlqen kafja, po për ty do ta pi. Po, ka marr malli për kafen e Nilës. Edhe mua. Shumë ka marrë malli për atë mëngjesin që shkon, ulesh, pinim kafe te Nila e çan kafe. Like një kafe më të mirë se aty s'kam pi ndonjëherë në jetën time. Pastaj shikoj të njëjtët njerëz që pinin kafe në të njëjta tavolina. Edhe është shumë e bukur për ditë. Rutinë. Po duhet rutina. Po edhe këtu mirë është, thjesht kafe, sa. Okej, po ha më shumë se duhet. S'po ndalon dot. Jo, ndaloj tani se tani është turp. Unë do ta bëj që të vinë në Shqipëri, jo. Ta hap një GoFundMe. GoFundMe për një private jet që të vjen rahat. Po GoFundMe për një private jet se shumë me bileta e dim e mora në veshme. Se vallaj me 2 fëmijë, 22 orë, sa të mori ty femra? Mua më mori një ditë të plot zemra, një ditë të plot më mori mua. 24 orë, e unë e bëre, si që ndodhi, shkova në Amerikë. Pastaj, mbas 3 muajsh, erdha në Japoni. Që në Shqipëri, vajte në Amerikë, pastaj vajte në Japoni. E kupton ti çfarë? Tre kontinente ndryshme. Bravo. Kurse Diego, e çuni, e di çfarë bëri? Ka pa udhimin gjatë gjithë kohës on the screen. Freaking 12 hours Are you serious? For 9 hours straight. Ne aty so unë isha ke gjumë mami. Ja, një ditë do rikthehem në Shqipëri. Ja, zemra kështu si që kemi nisur ne. Unë kam frikë se Shqipëria do ngeli për retirement për ne. Retirement është për një 5-6 vite ose kur do retire? No. Po, when I say retire, unë them ndalon, nuk punon me, i thua jetës e di qa, ka ishte. E po i bje, we're not gonna retire, pastaj gjithë jetën. Retire këto punë që maybe nuk duhet t'i bëjmë aq shumë. Retire me një Semi-retired. Semi-retired, bravo. Moj, do vi daliri nga vlogu. Se di zemra, nuk shikoj televizor. Po dhe, se nuk është televizor, në TikTok nuk është ai. Nuk më dalin gjëra shqiptare mua. Si e futin daliri në vlog? E futën zemra. Nuk do ta vata në video, po... Imagjino, vin njerëzit tani të kapen me jetën tënde private. Të kapen, s'kan ta të kapen. Po mirë, po themi, më kupton, është kind of like stupid, like çfarë duhet ty, çfarë bëjmë? Po të kapen njerëzit me jetën time private, unë do them, fill me in, çka ka ndodhur? Asun se di. Asun Është nuk histori të bukur se s'kam. Po do e kem zjarë më zemra, po kush e di do ketë mërzirur në një kokë të madhe ai edhe. Together. Thank you. Të pyesin gjithmonë nëse do paguani bashkë apo Jo, vetë? ndonjëherë ajo tjetër nuk na pyetet. Po pra, Po kjo na pyetet se do shona faqe nuk dukemi si shoqe të vërtetë. po pra, ndoshta aty. Edhe ta di gja. Po ndoshta i tonë sempre. Arigato gozaimasu. Gohan. Kemi thjesht Sushi. Kudasai. Këto më thonë, e? Këto kemi thënë gohan, Gohan. mizu. E që do me thënë gohan? Pilaf. Gohan, edhe e di si jam sonë këtë? Go, shko, han, ha. Rice. Rice. Do më lesh vetëm. Ti do më lësh vetëm mua. Ti po një.
Unë po ike ti e para. It's so nice to have a best friend now. It's It amazing. really is. Yeah. Like, I hope all women, të gjitha femrat, gjejnë një shoqe të ngushtë, një shoqe të mirë të ngushtë. Jo shoqe sa me thënë shoqe, like një shoqe. Mo ta marrim së shumë. Nga marrim sysh në zi, pra si jemi ashtë mirë. Ne jemi të mira. Jo, nuk jemi okay. S'ta merr njëri sysh në zi, më s'ta merr. Të mund. Femra, na morëm sysh se unë bajta mora antibiotik. Ditën e tretë në Japoni. Po në ty në sysh. Në nisha mirë. Në të mora antibiotik. E vërtet. But anyways, back to what I was saying. Then you have to be a girl's girl. Yeah. Like, having women friends is like one of the best things in the world. You're missing out. Thank you. I got it. That's so much more super do Një real group në ke nam. Sa pak shishti lek saj. Kjo s'meritoj shumë se me. Kjo s'meriton asnjë gjë. $3, $2 bëjla. Jo, po i le njësë është 30-80. Na edhe një. Mos jemi në edhe antarë, një. se unë do jetoj të. Po, na jemi në javë të. Këto i kemi për kafe. Tu kemi jenat. Ka dhe ca lek shqiptare, nuk e di. Je bërë shumë internacionale fare.